Me qarje dhe shembje të konsiderueshme në trupin e rrugës, por edhe në pjesën anësore, aksi Kukës-Kalimash po degradon nga dita në ditë në të gjithë gjatësinë e tij prej 16 kilometrash. Veçarjes së rrugës, shqetësues për drejtuesit e mjeteve mbetet edhe rrëzimi i shkëmbimeve nga Skarpati i Malit, ku si të shihet përmes këtyre pamjeve, një masiv shkëmbor vijon të mbetet në anë të rrugës. Situata në rrugën nga Kukësi deri në Kalimash është shumë e keqe. Sidomos për kjo shemja se ashtu dhe ai guri i madh se është aty. Problematik gur ka në mes shumë. Sa e vështirëson çarkullimin, Vështirëson sa dush, rrezik rani gur sa dush për si bin, për pun makinat, pasagerë, xhana që lëvizim në sa dush ka rani, sa dush. Drejtuesit e mjeteve flasin për një situatë të rënduar në këtë segment të rrugës së vjetër Kukës-Tiranë, ku mbrojtësit anësore të urës në të cilën kalojnë çdo ditë janë tërësisht të amortizuara, duke shtuar rrezikun për aksidente fatale. Kjo është e gryme komplet në ardhak, është e gryme komplet. Por duhet kanë qenë që në vazhdim ato faktikisht. Ma shumë më që di ku shem të fabrikën, ura zërmarë. Ka probleme gjithkon po të bëllë edhe ura aty. Aty ka i kratë komplet. Që i jau anguri herë aty në rrugë. Rruga Kukës-Kalimash është një arterie e rëndësishme për banorët e njësisë administrative Malzi, pasi shërben për t'i lidhur ata me qytetin e Kukësit dhe përdoret çdo ditë për transport mallrash, shërbime apo lëvizje familjare. Firma Geci SHPK, që ka përgjegjësinë për mirëmbajtjen e rrugës, nuk ka kryer asnjë investim, duke i kaluar përgjegjësinë autoritetit rrugor shqiptar.